Katedralja Shën Shqefni në Shkodër mirëpriti meditimin muzikor mbi mundimin e Krishtit me veprën Membra Jezu Nostri, një cikël me 7 kantata që ndërojnë plagët e Krishtit përmes poezisë latine, mesetare dhe teksteve biblike. Dirigenti Harlen Nikolli tha se koncerti bëhet çdo vit gjatë periudhës së Kereshmes në gjitha dioqezat e Shqipërisë. Koncerti që kemi bërë sonte është një koncert që ne bëjmë çdo vit për gjatë periudhës së Kereshmes, cilin e bëjmë në gjitha dioqezat e Shqipërisë, Tiranë, Shkodër, Lezhë, Rrëshën, Sap. Vepra që performuam sonte është një vepër e cila dedikohet plagëve të Jezusit, vepra kryesore e koncertit është kjo, nga Buxtehude dhe titullohet Membra Jezu Nostri. Kjo vepër në secilin nga numrat e vet flet për këmbët, për gjunjët, për brinjën, për kraharorin dhe për gjitha plagët që Jezusi ka pësuar në mundimin e tij në kryq. Koncerti u organizua në sallën Mikel Kuliçi me mbështetjen e Konferencës i Peshkvorë të Shqipërisë.